Vetëm pak ditë nga arrestimet e drejtuesve të komisariatit të Sarandës, tashmë në nënhetim për përfitime të palishme nga lejimi i ndërtimeve pa leje në Sarandë, Ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë zhvilluan një takim në këtë qytet me drejtues të IKMT-s, pushtetit vendor dhe institucioneve lokale me fokus kontrollin e territorit dhe garantimin e sigurisë publike në zonat bregdetare. Lamëllari dhe Hita thanë se askush në uniformën e policisë nuk do të lejohet të abuzojë me ligjin apo të mbështesë shkelësit e saj. Përgjegjësisht kjo u është dhënë për gjithë ata që e bëjnë punën me përkushtim e nuk pajtohen me aventura të tilla, vetëse përgëzime, por zero kompromis për çdo tjetër. Është e papranueshme për mua si drejtori i përgjithshëm që një punonjës të bëhet pal me shkelësit e ligjit. Pra, kushdo që mban uniformën e policisë së shtetit duhet të jetë në anën e ligjit dhe të qytetarëve e jo në anën e palishmërisë. Kreu i Pluve, Skënder Hita, tha se policia ka barën kryesore në goditjen e palishmërisë, por ai kërkoi dhe bashkëpunimin e institucioneve të tjera për parandalimin e ndërtimeve pa leje. IMT-ja, Policia Bashkiake, IKMT-ja dhe të gjithë institucionet e tjera që operon dhe vepron në Sarandë dhe mëtej duhet bashkëpunojnë ngushtë për të parandaluar këtë palishmëri. Prandaj, secili prej këtyre institucioneve duhet të marrë iniciativa, duhet të jetë i vendosur dhe të ketë konstatim periodik ndaj çdo palishmërie, duke mos lënë hapësira për tolerim. Nga Saranda, qyteti që pret mira të huaj në plazhet e tij, Ministri i Brendshëm dhe drejtori i policisë së shtetit kërkuan bashkëpunim institucional, jo vetëm për parandalimin e ndërtimeve pa leje, por edhe për garantimin e rendit, sigurisë publike për qytetarët dhe turistët. Rikthehemi dhe flasim për rastin e Sarandës. Karamuço, një tjetër rast i rënd, paktën deri tani, një shef komisariati që prangoset nga agjencia e mbikëqyrjes policore, shefa krimesh, nuk e di ca të tjerë gjithë me radhë. Atëherë ka të paktën 3-4 vite që në Sarandë është ulur këmbkryq krimi organizuar dhe bandat. Janë banda dhe krimi organizuar, organizata shumë të rrezikshme, që kanë bërë atentate nga veriu deri në jug. Edhe për ngjarjen fjalë ka një vrasje në horizontin jo të largët. Kanë bërë vrasje, kanë bërë zhdukje personash, janë futur me ato para që kanë siguruar kryesisht nga gjobat dhe nga trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike, kanë gllabëruar brigjet e Sarandës dhe Ksamilit, me hir ose me pa hir. Kjo ishte arsyeja që sot ka bërë bashkë, sidomos Ministrin e Brendshëm dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë, si rrallë herë ka ndodhur që të jenë të dy. Vajte për të emëruar shefin e ri dhe shefin e krimit. Jo, të lutem, avokat, se nuk është kaq e thjeshtë. Ka qenë ai raporti. Po të lutem, s'është kaq e Jam në DNA. Janë bërë bashkë, kanë vajtur për të dhënë një mesazh të qartë që Saranda do ta marrë sërish në kontroll të shtetit. Se ti thua deri tani është deri kaq keq situata. Ka qenë jashtë kontrollit. Po të them unë kam pas sinjalizime prej kohësh, i kam darë këto, është futur, pra, na iku Vlora në hartën e kuqe, na u fut Saranda. Se kishim Saranda. Nuk e kishim Saranda. Saranda ishte një periudhë që s'kishte nevojë fare për polici. Që kur shpërthyen ato eksplozivet e para, kallashin mes qytetit, aty u kuptua që këta zbritën. Grupet kanë zbritur nga Vlora, nga Dërmiu, Himara, zbritën Sarandë. Unë di që analiza që është bërë sot, ka qenë një analizë siç flasun këtu, nga ana e Ministrit Brendshëm, po më pas edhe drejtori i përgjithshëm të policisë, kanë qenë një takim të dy, dhe pritën masa të tjera, edhe nga IKMT-ja, pra se mos veprimi i policisë, dakord. Mos veprimi është një gjë. Ka pasur sinjalizime pra të komisariat, që merrte rrogë çdo muaj, ka pasur sinjalizime, duhen verifikuar, duhen provuar, është një gjë tjetër. Por nuk ishin të vetëm. Edhe IMT-ja, edhe IKMT-ja, edhe shumë struktura tjera që monitorojnë bregdetin, aty kanë çeluar. Dhe ka hije dyshimi për korrupsion. Dhe këto po heton sot në prokuroria etj, AMP-ja në raste të veçanta etj. Nuk ndodh aty të vihet një gur nëse nuk e merr vesh specialisti i policisë zonës. Nuk ka shans. Që do të thotë këta ose kanë frikë,
si që kanë pasur frikë nga disa për këtyre eksponentëve që kanë ndërtuar aty edhe kanë investuar, ose janë në listë pagesë. Etleva, sot gjykata e ka lënë në burg këtë... Me afat 30 ditë. Dhe me afat 30 ditë edhe drejtuese e policisë. Megjithatë, aty në origjinë ka një vrasje, apo jo, të kësaj prone? Tani, ajo pronë, në fakt, me letra figuron në emër të një gruaje, të një zonje që shpallën kërkime dhe ajo. Ndërkohë, si pas hetimeve të kryera, rezulton që dikur ka shënë në pronësi të njërit prej personave që u ekzekutua vjetë me eksploziv, se si ka kaluar ati, sepse ai vetë nuk është pronar, nuk është se njihet si një person që ka prona në Sarand dhe kishte një skafë që shëtiste turistët bashkë me të birin. Pastaj djali është tjetër gjë që u përfshi mbrojti dikë në një konflikt armatosur dhe kjo u pasi hakmarrje për vrasjen e tij. Në fakt, në këto kushte tani po verifikohet nëse ka lidhje edhe me këtë objekt që ishte ndërtuar dhe po ndërtohej, për cilin u arrestuan edhe u shkri, le të themi, komisariati i Sarandës. Deri tani nuk ka një dyshim ose një pjesë konkrete në lidhje me këtë, por që të dhënat deri tani paraprake hetimore flasin që kjo ka qenë disi edhe molla e sherrit që nxiti një konflikt dhe si kjo ka edhe shumë e shumë të tjera që siç e tha dhe profesori në Sarand, se nuk është çështja se u ngrit një platformë sot ose u vu një tull sot dhe nuk e pan. Aty është gjithë zona është me ndërtime që kanë vitet e fundit kanë lulëzuar në çdo skaj, nga Saranda, nga Ksamile dhe mbrigje të tjera. Nëse policët kanë pasur dieni apo është më rënd akoma, siç thotë edhe AMP-ja, të paktën te njoftimi zyrtar që kanë bashkëpunuar dhe kanë favorizuar. Se këtu është problem, mos veprimi është një gjë, pastaj të futesh pastaj në ndërveprime ta. Nëse arrin të provohesh nga mos veprimi në ndërveprim është. Kjo është pjesa më e rëndë, pastaj nëse ata nuk e kanë parë, kjo nuk është vetëm punë e policisë, sepse është dhe IMT-ja, është IKMT-ja dhe është një zinxhir institucionesh që duhet të parandalojnë. Por pastaj varet edhe nga hetime se çfarë do dali dhe sa të përfshirë mund të jenë në këtë histori, të paktën siç pretendon Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Në kote ti avokati ke dieni të kësaj çështje? Patjetër, po thojnë 100% të rast. Çaja, i avokati palës jam personi biles që nxora edhe vendimet që kanë nxjerr që nga 99-ta, Bashkia Sarand, i kanë nxjerr komplet edhe sheshin ndërtimi, po, që si janë përcaktuar kriteret, edhe Këshilli i Ministrave, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, që kanë nxjerr një leje për atë zonë. Këtu nuk flitet për këtë fare, këtu flitet se ju bë kurban, të garantojnë, e di pse. Shefi komisariat. Po, lere çfarë thonë se këtu tani ne shpikim gjëra, që Autoriteti Mbikëqyrjes Policore ka një muaj që jeton atje, dhe sot çuditërisht në dosje nuk kisha asnjë fije letër, akuzohet për 2 vepra penale, 248 në shpërdorimin dhe pjesën e 251-shit që mos përgjigja ndaj tjera që nuk kanë lidhje me institucionin. Pra, në këto raste, ai me territorin duhet të merrej direkt vetë prokuroria apo tjera kush mund të bënte një kallëzim, të merrej me bashkinë. Pse sa arreston ai inspektoriatin, drejtorin e bashkisë, atë të policisë bashkiake? Pse sa arreston të IMT-s? Pse sa arreston drejtorin rajonal të IKMT-s? Po merret e struktura e fundit. Ai s'ka asnjë njoftim për këto raste që është thënë që ka njoftim. Ku ishte në dosje sot? S'ka pas fare. Po jo tani ne do japim 30 ditor që të shikojmë se mund të na mblidhet ndonjë provë që mund të dyshojmë ne. Ati i prishin karrierën, i prishin jetën, ai ka një nënt smur. S'mund të merren vendime sot edhe të dalim me vendime të tilla drejtoria e përgjithshme e policisë apo drejtori që neve do t'i largojmë. Po sigurisht ai do largohet sepse i prish punë në Sarandë atyre, sepse Saranda është një vend turistik, është një vend ekonomik, dhe është lufta për territor atje shumë e keq. Tash një sekond, tash se çapo i prish punë nuk e di fare, unë me asaj shohun Saranda. As edhe një lidhje nuk ka ky zotëri. E vetëm gjë ky zotëri është larguar, pse vendosi lir Proda. Kaq, ka ky.